Horoskopi ditor e martë 24 qershor 2025. Dashi, kjo ditë do të jetë një nga më të bukura të këtij viti. Do jeni në një mendje me partnerin tuaj për gjithçka dhe emocionet që do përjetoni nuk keni për t'i harruar gjithë jetën. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë, nëse nuk duan të lëndohen. Nuk është ende koha e dur për të filluar një lidhje. Në planin financiar, mos bëni çmenduri, edhe nëse situata do jetë e qëndrueshme. Demi, për pjesën më të madhe të atyre që janë në një lidhje, nuk do të ketë as pak probleme sot. Do shfrytëzoni kohën kur të jeni pranë partnerit dhe do flisni lirshëm me të. Beqarët do tregohen të rezervuar dhe do kenë turp t'ia shprehin pëlqimin dikujt. Nëse vazhdoni kështu, nuk keni për të ndryshuar ndonjëherë status. Në planin financiar, duhet të tregoni të kujdesshëm dhe mos ndërmerrni rreziqe. Binjakët, jeta juaj në çift do jetë mbrojtur gjatë gjithë kohës. Do keni një komunikim të ngrohtë me partnerin dhe do zgjidhni çdo mosmarrveshje të vjetër. Beqarët ka gjasa të bien në dashuri me personin e gabuar dhe pas disa kohësh kjo do të ketë pasoja. Situata financiare do jetë goxha e qëndrueshme. Mund të kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Gaforja, do jeni në ankth sot ju të dashuruarit dhe nuk do të jeni të sigurt për hapat që duhet të hidhni. Mos u nxitoni për asgjë, nëse nuk doni të keni probleme. Beqarët me shumë gjas do bien në dashuri me personin e duhur dhe jeta e tyre mund të ndryshojë një herë për gjithmonë. Në planin financiar do mbizotërohet gjatë gjithë kohës ekuilibri, do ndiheni të qetë. Luani, ditë plot diell dhe ngjyra kjo e sotme për të dashuruarit. Do kuptoni më së miri me partnerin tuaj dhe gjërat do shkojnë më së miri mes jush. Beqarët do kenë disa takime, por do kenë të vështirë të bëjnë një zgjedhje. Merrni kohën e duhur. Financa do jenë goxha problematike, kështu që shmangni me çdo kusht investimet e tejskaqshme. Vygjëresha, do afroheni më tepër me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift do jetë e ngrohtë. Do keni më të lehtë edhe për t'i shprehur ndjenjat. Beqarët do kërkojnë gjithë kohës, por më kot. Nuk është kjo dita e tyre më me fat. Në planin financiar do të zgjidhni sa më parë problemet e vogla që keni pasur dhe më pas të kryeni ndonjë shpenzim. Peshorja, ditë shumë e qëndrueshme dhe pas gjë të veçantë kjo e sotme për të dashuruarit. Merrni gjërat si t'u vinë dhe mos mendoni as pak për opinionet e të tjerëve. Beqarët do dashurohen pas disa personave shumë më të vegjël se ata, por që mund t'i bëjnë më të lumtur se kushdo tjetër. Në planin financiar, kënaquni me situatën që keni dhe mos kërkoni asgjë më tepër. Akrepi, nuk do keni asnjë problem në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Përkundrazi, do tregoni më të hapur me të dhe do i shprehni pafund ndjenjat. Beqarët do ta lënë veten të lirë dhe të bëjnë atë që ndjejnë. Ata nuk duhet t'i dëgjojnë as pak mendimet që do i japin disa të afërm. Në planin financiar do jetë dita e duhur për të bërë një riorganizim të situatës. Shigjetari, jeta juaj në çift do mbrohet gjatë gjithë kohës nga yjet sot. Intimiteti do marrë më tepër përparësi dhe emocionet do jenë të fuqishme. Shfrytëzojeni sa të mundni ditën. Beqarët do mbeten sërish vetëm, edhe pse nuk do rreshtin së kërkuari. Në planin financiar mund të përballeni me probleme serioze, nëse nuk shpenzoni me maturi. Britsjapi, nëse keni patur debate në çift sot, do i sqaroni ato një nga një dhe do jeni disi më të qetë. Toleranca dhe mirëkuptimi do mbizotërohet gjatë gjithë kohës. Beqarët nuk do të jenë me shumë fat në dashuri dhe do mbeten sërish vetëm. Buxheti do fillojë të ekuilibrohet dal nga dal. Mendoni mirë, para se të shpenzoni shumë të mëdha. Ujori, ditë e mbushur me momente të lumtura kjo e sotme për të dashuruarit. Do ndiheni më së miri pranë atij që keni në krah dhe nuk do e mendoni për asnjë çast të qëndroni larg tij. Beqarët do jenë shumë të turpshëm dhe nuk do i pranojnë ftesat që do ju bëhen. Në planin financiar do jeni më të motivuar për ta stabilizuar situatën dhe do ja dilni mban. Peshqit, jeta në çift do jetë mjaft e privilegjuar gjatë kësaj dite dhe gjithçka që keni dëshiruar do ju plotësohet. Partneri do ju gjendet pranë dhe do ju përkrah për gjithçka. Beqarët do kenë disa takime, por personat që do kenë afër nuk do kenë asgjë të përbashkët me ata që kanë ndërruar. Në planin financiar do ketë disa vështirësi të vogla, por që do i kaloni sa hap e mbyll syt.